nuk është në pyetje veç patriotizëm me automatik në dorë, me armë. Mirë, po për aq vite sa jeton në Kroaci. Atë ka ndonë ndonjëherë me lexu me një portal ose me shikun lajme dikon ty i qujt ty i ofendu, ty e përly luftën e tyne, se edhe ata kanë pas luftë. Atë ka ndonë ndonjëherë. Jo, unë ndëgjom, dhuna nuk arsyetohet, absolut nuk arsyetohet. Mirë, po veç që të pyetje po ta bëj, me që jeton atë ka ndonë ndonjëherë. Naj gotovin me qujt tradhara diçka tillë. Jo, nuk ka denat. Ka në revoltën si pasojë e korrupsionit që fyen mirë, po deri në atë mas që të fyet lufta atëtare që ta quajnë. Për korrupsion. Prandaj po them këto është si pasojë e një demokracie të re që duhet profilizuar, duhet punohet, duhet ndërrohet nga garniturat politike, duhet ndërrohen njerëzit. Se për ndryshe vaj halli për atë popull atje. Shkum për uflla që thot një dëgjues i unë. Për zotin, nuk e di. Unë po e marr shkallësin kur po e kam të lirë dhe nuk po jam punë dhe bash ke tema caktuar edhe u kyqa. Se kishin ndrua dhe numrin, po u kyqa. Po bre, edhe për sot na duhet se kena pas një problem. Falenderoj shumë. Hajde Robi ju përshëndes edhe besoj që do të qetësohen gjakrat. Inshallah mor zot se asgjë nuk shkon bërbes. Nuk ka alternativë tjetër. Miru pafsh. U gëzofsh, pas ditë të mbar, shëndet të mira. Tung.